Njeriu i fortë nuk merret shumë me atë çka ka ngja. Nuk merret shumë me të shkuarën. Në shumë raste, shumë sprova janë mundësi e madhe për një fillim të ri edhe më të fortë. Murat Hothmani apo Muhammed Esedi tek libri i tij Rruga për Mekë thot unisa me disa nomad maroken në shkretir me dele. Dhe me njëherë u mblodhën, thashun ç'a keni? Dell s'kishte probleme. Tha po vjen një stuhi e madhe, kishin mënyrat e veta se si e konstatonin. U mblodhën në hijen e i dune, pra një dune. Erdhi stuhia, për disa orë me i fjalë ne nuk shifnim njëri tjetrin, u largu stuhia. Kur u ngritëm, më çuditi shumë sa fakti se me shumë qetësi, të pa tremun fare. Kur pash ta hodha syt në tufë, ajo tufa kishte 5000 dele, mbi 60-70% të tufës deleve ishte shkatru kret. E u çudita shumë sa. Sepse çfarë? As vajtun, as qan, as ulërun, as kujt di se çfarë, edhe pse qami është pjesë e natyrës njerëzore, fillon të i numëru dele që kishin ngel hala gjallë. Dhe tha në fund çfarë? Elhamdulillah. Pas ka ngel sa për ta rifillu prap. Edhe me gjithmonë që ai që do me rifillu prap me Zotin gjithësisht kthehet ke Zoti, Allahu manushi më jep me fjalë pa fund. Pse kompensimi i Zotit është pa fund. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahu manushi mua jep durimtarëve shpërblimin pa hesab, pa llogari. Prandaj është momenti me i bë llogarit me Zotin, me kthy çështën ke Allahu manushëm. Allahu ka për ta kompenzuar shumë fish me lejen e tij dhe me forcën e tij, se Allahu manushëm është wasi', alim, i gjerë pa fund, bujar pa fund, dhanës pa fund, i pasur pa fund dhe është i dijshëm pa fund.